Ish-presidenti Filipinas Rodrigo Duterte është vënë në prangat e forcave të zbatimit të ligjit të vendit të tij pasi gjykata ndërkombëtare penale lëshoi një urdhër arresti ndaj tij duke akuzuar për krime kundër njerëzimit. Akuza e ngritur nga gjykata ndërkombëtare ka lidhje me luftën që Duterte i pati shpallur trafikantëve dhe përdoruesve të lëndëve narkotike që nga viti 2016 deri në 2022, kur ishte president, por ndërkohë gjatë së cilës, sipas shifrave të vet policisë, u vrarën pa proces gjyqësor më shumë se 6.000 persona. 79-vjeçari u ndalua nga policia pak pasi mbërriti në aeroportin e Manilës, pasi ishte nisur nga Hong Kongu ku po zhvillonte fushat për të rizgjedhur kryebashkiak i Davaos. Çfarë krimi ka bërë, raportohet të ketë thënë ish-presidenti në momentin që u arrestua duke vënë në dyshim bazën ligjore për urdhër arrestin e lëshuar ndaj tij. Kur ishte president Duterte troqi Filipinat nga gjykata ndërkombëtare penale, por në mekanizmin e tërheqjes. Gjykata ka jurisdiksion të gjykojë krimet e kryera gjatë kohës që një shtet ka qenë antar. Dhe në këtë rast bëhet fjalë për periudhën nga viti 2016 deri në 2019.